Procesi i votimit ka shkuar i qetë dhe pa problematika edhe në të gjitha qendrat e votimit, të cilat gjenden në brendësi të Universitetit Ismail Qemali të Vlorës. Janë disa qendra votimi ku procesi ka nisur rreth orës 7 të mëngjesit dhe ka vijuar pa ndërprerje, por edhe pa problematika. Në këto qendra votimi, numri i qytetarëve të cilët kanë votuar rreth mëngjesit ka qenë i ulët, por me pushimin e rreshjeve të shiut dhe gjithashtu kalimin e kohës përgjatë kësaj të diele, numri i të gjithë qytetarëve të cilët kanë votuar aty ka pësuar një rritje të ndjeshme. Qytetarët të cilët kanë marrë pjesë në këto qendra votimi për të ushtruar të drejtën e tyre legjitime të votës, e cilësojnë 9 nëntorin si një ditë të rëndësishme, ku sipas tyre u jepet mundësia të zgjedhin kryetarin e ardhshëm të Bashkisë së Vlorës. Sipas tyre, institucioni duhet të ketë me patjetër një kryetar bashkie, ndaj qytetarët duhet të bëjnë zgjedhjen e tyre. Ushtrimi të drejtës së votës është një e drejtë sipas qytetarëve legjitime, të cilën duhet ta ushtrojnë të gjithë ata të cilët jetojnë në Vlorë, por jo vetëm. Ka për të votuar? Për të votuar. Ka që herët sot, Po, neve kemi detyrë se jemi moshatarë, 85 vjeçun dhe vi shpejt. Dhe vi shpejt. E cilëson si detyrë të rëndësishme për ty këtë vot që hedh? Po të rëndësishme është derisa e kërkon shoqëria dhe unë antar i shoqërisë jam. Të zgjedhen më të mirin. Shumë e rëndësishme është. Si e cilëson procesin zgjedhor? Pati probleme, patët pengesa aty? Mos t'i quajmë pengesë, një vones të vogël. Një vones të vogël. Mirë, shaloj. Sigur, nuk ka shumë qytetare. Ska masa vinë vonë. Vinë pas qefit se cili ne Ne të moshuart e kemi tradit që vim shpejt. Në çdo ditë e rëndësishme besoj për ju. Shumë e rëndësishme. Votojnë të gjithë njërë. A votove? Votove. Ka që shpejt sot? Po, shpejt. Kisha dëshirë që të mbaroj një këtë detyrë. E cilëson detyrë të rëndësishme? Shumë të rëndësishme. Pse është e rëndësishme? Po se sot e kam forcën unë. Me vot? Me vot. Në bëj mesazh për qytetarët. Të votojnë atje ku është më mirë e ku kanë vendosur ata në mendje. Votuam. Shpres vullneti me vot? Pa tjetër. E cilëson të rëndësishme? Pa tjetër. E duam për rregullin e qytetit. Një mesazh për vlonjatët, çfarë du thuash? Të votojnë të gjithë për të mirën e vendit. Gjithashtu, në Universitetin Ismail Qemali të Vlorës ka ushtruar të drejtën e votës edhe ish kryetari i Bashkisë së Vlorës, Ermal Dredha. Rreth mesditës, Dredha ka votuar në qendrat e votimit në këtë universitet. Pas votimit, siç mësohet, Dredha nuk ka pranuar që të flasë edhe për media. Në Universitetin Ismail Qemali të Vlorës janë një numër i konsiderueshëm i votuesve vlonjat, të cilët kanë aty qendrat e votimit. Numri i votuesve për gjatë orëve të ditës ka ardhur në rritje, duke kapur edhe ritmet e zakonshme e viteve të kaluara.